Domethënë është edhe një zërëria e ka... Pra ju ka përceli mbi 50 punëtor, po s'keni qarkullim 1 milion euro. Po pra. A i bje kështu? E ke parasysh? Po, është vërejtje me vetë. E ka bon një gabim, vetë dhe tash, nuk po pritam me roba gabimit që ka bon. Po, Shahini, a ka drejt Geci kur e propozon 1 vjeçarin? Kjo propozim është i gjitha organizatave ekonomike dhe bizneseve. I gjitha, pra këtu ka pajtim? Ka pajtim. Këtu ka pajtim. Jo, s'ka pajtim, Malusha i s'ka? Këtu ka pajtim që... Po, zoti Shahini po thot ka pajtim ti po thot që s'ka. Ka bizneset, qëre, ata për 10 ditë le ta rregullojnë tregun, dalim. Për 1 muaj ditë, për 1 vjet, për 5 vjet, kur ata e kryjnë detyrën e vet, nën treg. Jo me data me najt këta e me na qitë një vetë bërmash. Pyetja ke tjetër, përgjigje tjetër. Jo, pyetja çfarë ke pyetja? Pyetja ke a fatit që të shtyhet deri në vendosjet në kushtet e njëjta. Po. Në pandryshim. Në kushtet e njëjta pandryshim. Përgatit në atë gashim. 10 vjet, 5 ditë, 1 muaj. Kur ata i kryjnë detyrat e veta. Jo me faturu biznesit pafsin e vet. Edhe ato demelin e vetë, s'kan staf, nuk mu e krynë. Është qëndrimi të gjithve, në kushtet e njëjta, të gjithë pajtohen që për 1 vit të shtyhet afati. Dhe për këtë është përgjegjës zëreja... Një organizatë që s'po pajto ka e pas kemi këtu. Jo, po pajtohet, veç ndryshe. Që 3 vjet e kika 1 vjet shtym, ata njëjtin... Jo që 3 vjet. Mirë, Malusha që ta sqarojmë për shikuesit se nuk janë gjithë ekspert të energjisë. Po ta shpjegojmë edhe që e kuptojnë. Vendimi është 2016. Ti po thu, Malushaj, që pajtimi duhet të ekzistojë, po që se plotësohen gjitha kushtet për liberalizim të tregut, që mos t'jetë një që të hiqet monopoli, të jetë mundësia që të i vendosë. Rregullum kërkesa kryesore. Që i bie është drastikisht kundër kësaj pune. A fatë s'ka rëndësi, tregu i rregullum po. Tregu, se po thot tregu kjo nëse bëhet edhe mas nesër në rregull është. Ne jemi tu përgjigj për 2 pyetje. Një pyetje është në kushtet njëjta. Qysh rregullohet tregu? Kushtet njëjta. Nëse ndryshon vendimi njëjtë, nëse ndryshon, duhet të spaku të shtyhet për 1 vit. Nëse ndryshon vendimi dhe harmonizohet me kërkesat biznesit, atëherë mund të ndryshoj kjo edhe mbrana javës, mbrana muajit, mbrana ditëve. S'është më rëndësi kjo. Por, duhet të themi që ky vendim, kur është marrë 2016, e deri me sot nuk është zbatuar për shkak mangësive të saj. Dhe ky vendim është me plot mangësi. Na tash nuk duhet të fajsojmë që kush e ka marrë vendimin, po ne duhet të fajsojmë këta që pe zbatojnë vendimin. Këta kanë pas mundësi të bëjnë ndryshimin. Qeveria aktuale ka plot gabime. Dhe këto gabime po i kushtojnë biznesit. Ne sot nuk kemi dalë aty për qef. As kemi dalë aty për ekskluzion. Për ekskluzion, sepse kostoja e protestës sotme, nëse marrëm punëtorët që nxjerr pi pune, nëse marrëm transportin, nëse është nalëm fabriken, procesin e prodhimit, shitjet, mund të jenë mbi 10 milionerë që kanë humbë sot nga bizneset. Po thu dëmi, sot dëmi që është bën në biznese private. Por dëmi më i madh është pse një kompanis jepet një drejt sipas vendimit zërejës dhe miratimit të qeverisë Kosovës, që t'ju marrëm 1300 bizneseve, t'ja marrëm rreth 300% ma shtrejt energjin të paguajnë dhe të pastrojmë